Leonora Jakupi, një nga emrat më të dashur të skenës muzikore shqiptare, ka mahnitur sërish ndjekësit e saj me paraqitjen e fundit, edhe pse vitet e fundit nuk ka qenë shumë aktive me projekte të reja muzikore. Ajo vazhdon të mbetet një ndër artistet më të pëlqyera dhe më të komentuara në rrjetet sociale, ku shpesh ndan momente nga përditshmëria dhe angazhimet e saj. Së fundmi, këngëtarja ka publikuar disa fotografi që kanë marrë vëmendje të madhe në pak kohë. Në to, Leonora shfaqet e veshur me një kostum tradicional shqiptar të përbërë nga dimi dhe jelek, duke reflektuar elegancë dhe finesë, e rregulluar deri në detajin më të vogël me një stil që i ngjan pamjes së një nuseje tradicionale. Ajo ka shkëlqyer me jeshin dhe bukurinë e saj natyrale. Përzgjedhja e veshjeve tradicionale nuk është e pazakontë për Leonorën, e cila prej vitesh ka treguar respekt të veçantë për kulturën dhe trashëgiminë shqiptare. Megjithatë, kësaj here fansat kanë vënë një veçanti në fotografi, për shkak të kombinimit të armonishëm midis elegancës moderne të këngëtares dhe elementeve të pasura të kostumit tradicional. Fotografitë u pëlqyen dhe u komentuan gjerësisht, me shumë ndjekës që e komplimentuan këngëtaren për bukurinë, stilin dhe aftësinë për të sjellë veshje tradicionale në një dimension të ri artistik. Disa madje u shprehen se Leonora duket sikur është rikthyer në kohë, duke përfaqësuar me krenari një pjesë të kulturës së pasur shqiptare. Pavarësisht mungesës së projekteve muzikore, kohët e fundit Leonora Jakupi vazhdon të mbetet shumë aktuale dhe dashur për publikun, edhe si analiste në Big Brother VIP Kosova. Paraqitje të tilla dëshmojnë edhe një herë karizmën e saj të pakrahasueshme dhe aftësinë për të qenë gjithmonë në qendër të vëmendjes, qoftë në skenë, qoftë në rrjetet sociale. Fansat e saj vazhdojnë të presin me padurim rikthimin e saj muzikor, ndërsa Leonora me imazhe të tilla kujton se bukuria dhe tradita shkojnë gjithmonë dorë për dore.